do flasim për një ngjarje e cila nesër do vendosi shumë të shka për sa i përket Tiranës, për sa i përket Partisë Socialiste, për sa i përket drejtësisë shqiptare, sepse nesër rreth orës 10 do të jetë sprova e zjarrit e kemi quajtur ne Erion Veliet në apel. Pra, në pjesën e parë të emisionit do merremi me këtë ngjarje, e cila sigurisht do shohim nëse kryebashkiaku do mundohet të bindë gjykatën e apelit për parezikshmërinë e zbutjes e uljes së masës së sigurisë që ai ka, pra arrest me burg, sepse do të rikthehet në punë në krye të bashkisë, do të rikthehet në fushat dhe gjykon sipas avokatëve të tij që nuk përfaqëson ato nivele rrezikshmërie për të cilat është i cilësuar masa e arrestit të burg.